Ish aktori i teatrit Skampa Ismail Hodaj u rikthye pas 35 viteve me koncertin recital Zëri im. Shfaqja u hap me një poezi dedikuar Adem Jasharit. Me dashurinë e pakufishme që kanë gjithë kosovarët e Gjermanisë për atë njeri. Dashuria e tij ishte e vërtetë, e besueshme dhe një përkushtim mos them më i madh se sa ai ka për Shqipërinë. Të ftuar special në koncertin patriotik për liderin e AK-s Ramush Haradinaj dhe përpjekjet e tij për çështjen kombëtare, ishin emra të njohur të muzikës si tenori Kastrio Tusha, këngëtarët Ilir Shaqiri dhe Naima Bazi, të cilët u bën pjesë e koncertit. Këngët elbasanase, këngët e Shqipërisë së Mesme. Dhe përmes atyre unë thjesht jam bërë këngëtar në skenë. Dhe sonte është një emocion tepër i veçantë. E thash edhe aty në skenë se dikur kisha pretenduar të arratisem në Shqipëri për ta prek Elbasanin e Tiranën e qytetet e tjera të Shqipërisë. E sonte ndjehem më së bukur sepse këndoj para një auditori të mrekullueshëm. Njëri advetar dhe shumë patriot, rrjedhur nga një familje shumë advetare. Unë kam pas nderin të njoh prindrit dhe familjen e Ismailit. Unë ndjeva shumë mirë me performancën time. Është kujtesa jonë kombëtare në diasporën shqiptare, atje në Evropë. Dhe mu për këtë, unë kam pas rastin ta njoh dhe familjen e tij disa vite më parë, një mikpritje tepër e bukur shqiptare. Në skenë u interpretuan këngë dhe valle me motive popullore shqiptare dhe kosovare, me motive nga Çamëria, por nuk munguan as këngët arbëreshe.